Të nderuar vëllezër dhe motra, një dua e rëndësishme e profetit Muhammed a.s. I cili na mëson neve që t'i lutemi Allahu xhalla xhelaluhu dhe t'i kërkojmë mbrojtje atij nga 4 gjëra. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, të kërkoj mbrojtje, të kërkoj strehim nga dituria që nuk bën dobi. Pra dituria që merr njeriu duhet që ta rregulloj aspektin shpirtëror të tij. Dituria që merr njeriu, besimtari, duhet që ta afroj atë me Allahun xhalla xhanuhu. Dhe këtu nuk ka ndryshim nga diturit apo shkencat materiale që kanë të bëjnë vetëm me këtë botë dhe nga shkencat fetare që e lidhin njeriu më shumë me aspektin e botës tjetër. Që të dyja llojet e diturive duhet që të merren dhe të afrojnë njeriu me Allahun xhalla xhanuhu. Një tjetër gjë nga e cila profeti a.s. i kërkoi mbrojtje Allahut xhalla xhanuhu është wa min qalbin la yakhsha. Nga zemra që nuk i friksohet Allahu xhalla xhanuhu. Normalisht zemra është një mekanizëm që pasqyron aspektin e brendshëm të njeriu. Pra çfarë ka brenda pasqyrohet te zemra e njeriu. Dhe zemra është mekanizmi kryesor nga i cili buron frika ndaj Allahut xhalla xhanuhu. Nëse besimtari e ka rregulluar zemrën e tij, atëherë ai i friksohet gjithmonë Allahut xhalla xhanuhu. Tjetër aspekt, wa min nafsin la tashba. O Allah, më ruaj mua të kërkoj mbrojtje ty nga nefsi, nga egoja që nuk ngohet. Dhe ne i kemi thënë edhe në vaste të tjera, edhe në hutbe, që nefsi është një mekanizëm i krijuar te njeriu në origjinën, që në origjinën e tij e tërheq njeriu tek e keqja, apo e urdhëron njeriu për keq. Inna an-nafsa la'amaratun bis-su. Vërtet nefsi, egoja, e pa edukuar, e urdhëron njeriu apo e shtyn njeriu tek e keqja, e shtyn njeriu tek materialja. Nuk ngohet. Le mos të harrojmë dhe hadithet që folën për egon e njeriu, që nuk ngohet kur. Por egoja ka mundësi që të edukohet. Dhe nga ego që urdhëron për të keqja, ajo mund të ngrihet në nivelin nafsul mutmainna. Nefsi, pra egoja që është e kënaqur me caktimin e Allahut xhalla xhanuhu. Për këtë ka nevojë për stërvitje shpirtërore. Dhe aspekti i fundit, wa min da'watin la yustajabu laha. Të kërkoj mbrojtje Allah nga duaja që nuk merr përgjigje. Dhe ne kemi thënë që Allahu xhalla xhanuhu i kërkon besimtarit që t'i lutet atij. Dhe në shumë ajete i thotë që Allahu xhalla xhanuhu është përgjigjës i lutjeve. Nuk ka dyshim se Allahu xhalla xhanuhu u jep përgjigje duave dhe lutjeve. Vetëm na takon neve që t'i lutemi atij. Me ndrojnë, me ndrojtje, me frikë, me ngulim, dhe Allahu xhalla xhanuhu sigurisht do ta jap përgjigje. Por cila është duaja që nuk merr përgjigje? Është duaja që nuk i përmbush kriteret. Dhe një kriter i rëndësishëm është mosbesimi që ka njeriu se Allahu xhalla xhanuhu do t'i jap përgjigje lutjes së tij. Apo lodhja që thot besimtari, pra ajo përzitja që unë po i lutem shumë Allahu xhalla xhanuhu, po ai nuk po më jep përgjigje. Hasha, sigurisht nuk ka dyshim se Allahu xhalla xhanuhu është përgjigjës i lutjeve. Besimtari takon që t'i lutet gjithmonë atij dhe të besoj pa dyshim dhe me bindje të plotë se Allahu xhalla xhanuhu do t'u jap përgjigje lutjeve të tij. Dhe një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm është përzierja me të ndaluar. Kur besimtari përzihet në haramin, në ushimin e tij, në bie, në veshje,
apo edhe në jetën e tij përditshme, në marrëdhëniet që ka me njerëzit, atëherë dhe lutja e atij personi nuk përgjigjet. Këtë gjë e thot edhe profeti alayhis salam, besimtari lutet Allahu xhaleshanu, por kur e shikon ushqimi i tij është haram, të pirët e tij janë haram, veshja e tij është haram, e si ti përgjigjet Allahu xhaleshanu këtij personi? Prandaj duaja që pranohet duhet që të plotësoj kriteret e saj. Dhe këto dy gjëra pra që ne i përmendëm janë dy kritere shumë të rëndësishme.